28 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit dhe të njësive administrative të Shkodrës janë bashkuar në panajirin e karrierës, i cili u qel në sheshin përpara Bashkisë së Shkodrës si pjesë e programit të festimeve të javës së mësuesit. Janë punime të përgatitura nga vetë nxënësit, të cilat shquhen për larmin dhe traditën. Organizimi i këtij aktiviteti është bërë në kujdesin e Zyres Vendore të Arsimit në Shkodër në koordinim me drejtuesit e shkollave. Është panajir këshillim karriere të shkollave Art dhe Zeje dhe panajir i shkollave që janë pjesë e programit SHQK. Në fakt ju e dini tashmë që roli i ri që është implementuar në institucionet tona arsimore është koordinatori i këshillimit të karrierës dhe luan një rol shumë të rëndësishëm në orientimin e karrierë të nxënësve, në orientimin drejt prirjeve të tyre, por edhe drejt pasaj tregut të punës në të ardhmen. Sot kemi të ekspozuar shkollat që orientojnë në karrierë nxënësit nga nëntëvjeçarja në gjimnaz, por ndërkohë kemi të ekspozuar edhe punimet që nxënësit kanë bërë që nga shtatori dhe deri më sot në shkollat që janë pjesë e programit Art dhe Zeje dhe shkollat qendërkomunitare. Janë shkolla që kanë përfshirë jo vetëm nxënësit dhe mësuesit, por edhe komunitetin në organizimin e shumë punimeve që ju i shihni të ekspozuara këto. Punimet e ekspozuara spikasin edhe për vëmendjen që nxënësit i kanë kushtuar kultivimit të traditës. Kjo është e specifikuar si për qytetin, ashtu edhe për zonat nga vinë. Ne mas kohe për të ruajt, për të promovu, për të risjell në vëmendjen e të rinjve, kemi organizu edhe aktivitete kulturore që kanë sjell traditën, veshjet, vallet, këngët, të zonave të ndryshme të Shkodrës, por nga ana tjetër kemi ekspozuar edhe punimet, sepse është një panajir i përvitshëm që ne e bëjmë në mbyllje të vitit shkollor, punimet e shkollave që janë pjesë e programit Art dhe Zeje. Qëllimi i programit Art dhe Zeje është pikërisht ky, për të risjell traditën në shkollat tona, për t'i edukuar nxënësit tonë me atë çka ne kemi të trashëguar nga të parët, nga zonat e veçanta ku janë të vendosura shkollat, por pse jo, për gjithë qytetin dhe për gjithë Bashkinë e Madhe Shkodër të njihet me vlerat kulturore të të gjitha zonave që Shkodra mbulon. Qarku i Shkodrës nga brigjet e Velipojës dhe deri në Fierz, Dukagjin e Malësie Madhe, ka 10 lloje kostumesh tradicionale me vlera etnografike të patjetërsueshme. Me gjithë këtë pasuri do të ishte mjaft interesante që të programohej edhe një festival vjetor i etnografisë me qendër në Shkodër.